E ta tregojnë publikisht, po s'tregojnë që 3 javë nuk po mundemi të mbajmë një mbledhje. Sinkronizimi i veprimeve me strukturën politike. Ka dështuar sërish zgjedhja e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thelluar krizën institucionale dhe duke ngritur dyshimet për ndërhyrje politike në një nga institucionet kyçe të drejtësisë. Ani pse anëtarët u mblodhen edhe sot, procesi dështoi për shkak të mungesës së kurumit. Situata bëhet edhe më e rëndë nga fakti se disa anëtarë që mungojnë vazhdimisht kanë deklaruar se janë të sëmurë, pa ofruar dëshmi konkrete. Kandidati për kryesues, Rëstem Thaçi, e ka cilësuar këtë proces si teje të rëndësishëm për funksionimin e sistemit gjyqësor. Në mbledhjen e mbajtur të martën, ai ka ngritur alarmin duke akuzuar se disa anëtarë të KXK-s po i sinkronizojnë veprimet e tyre me partitë të caktuara politike, duke lënë të kuptohet për ndikimet të drejta politike në vendimmarrje. Edhe pse nuk përmendi emra konkret, Thaçi theksoi se këto veprime po e paralizojnë funksionimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Është do të jetë krejtësisht e panjohur, e paparë deri më tani, dhe e papranueshme nëse ne, anëtarët e KXK-s, sinkronizojmë veprimet me struktura politike apo grupe të interesit, për të ndikuar jo vetëm në procesin e zgjedhjes kryesuesit, por edhe me sigurimin dhe provokimin e pavarësisë se KXK-s do të ekzistojë në përgjithësi. Por të qenë edhe më qartë, sinkronizimi i veprimeve me strukturën politike, me grupet të interesit dhe persona të tjerë, ne kupton saktësisht dështimin e procesit të zgjedhjes kryesuesit të KXK-s, por çdo tendencë për të influencuar anëtarët aktual të KXK-s. Çdo tendencë për të favorizuar për anëtarët e KXK-s dhe nëse çdo tendencë e presionin nga brenda apo jashtë sistemit mbi anëtarët. Reagime pati edhe nga anëtari tjetër Artan Abazi, i cili tha se nuk ka asnjë dëshmi që mungesa e vazhdueshme të disa anëtarëve lidhen me probleme shëndetësore. Dua të shpreh edhe shqetësimin tim që këto emaila që po na vijnë neve për mungesë në mbledhjet e Këshillit Gjyqësor, pa paraqykuar gjendjen shëndetësore, sepse unë nuk kam asnjë letër përpara të asnjë anëtari të Këshillit Gjyqësor që po mungon për një arsye shëndetësore, sepse unë si anëtar i Këshillit Gjyqësor nuk jam njoftuar nga emaila paraprake, sepse ka munguar anëtari paraprak. Vetëm është njoftuar zëvendës kryesuesja, mirë po s'kam pa fare fakte që i njëjti ka munguar për një arsye shëndetësore. Pse po dështon zgjedhja e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që 3 javë nuk po mundemi të mbajmë një mbledhje. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Secili anëtar i Këshillit Gjyqësor duhet të bëjë përgjegjësi, duhet ta di çfarë detyre ka marrë, duhet ta respektojë të detyrë, sepse nëse nuk e respekton, nuk kuptohet se çka ne kupton. Atyre që ju konvenon, ne ta tregojmë pse po ju konvenon shtyrja e mbledhjeve. Ne ta tregojmë publikisht, po s'tregojnë. Na jemi këtu. Nëse dikush frigohet, unë jam për t'i ndihmuar dikujt. Nëse dikush ka nevojë për ndihmën time, unë i ndihmoj ligjërisht dhe në bashkëtim me kushtetuntën. Nëse dikush prej anëtarëve ka prit nga dikush, unë i premtoj publikisht këtu që në aspektin ligjor dhe kushtetutës do t'i ndihmoj dhe do t'i rrim brapa. Në fund të marsit, KXK-ja kishte bërë të ditur se Rëstem Thaçi dhe Besnik Bislimaj janë 2 gjyqtarë që kanë aplikuar për këtë pozitë për kryesues. 2 gjyqtarë që po kandidojnë për pozitën e të parit të Këshillit Gjyqësor janë anëtarë të këtij institucioni. Thaçi është gjyqtar në Gjykatën Supreme, kurse Bislimaj është gjyqtar në Gjykatën e Apelit. Mandatin e kryesuesit i fundit e ka mbajtur gjykatësi nga radhët të gjyqtarëve të Gjykatës Supreme Albert Zogaj. Mandati i tij përfundoi më 9 mars 2026.